Të njëjtën gjykata kushtetuese vendosi që përbërja e saj të ripërtërihet gradualisht duke dhënë prioritet ndryshimeve për 1/3 e anëtarëve, madje duke prekur edhe mandatin e gjyqtarëve aktual. Ky vendim ka shkaktuar reagime të forta politike, ndërto edhe nga ish-kryeministri Sali Berisha. Berisha deklaroi se vendimi i tokave të zeza shkel ligjin organik të gjykatës kushtetuese dhe opinionet e Komisionit Venecias. Presidenti ka xhepin dhe s'ka kushtetut. Sa dushi kodin e mafjes dhe s'ka kur ndonjëherë shteti shqiptar nuk është thyer dhe poshtruar në një mënyrë të tillë. Sonila Betja ka filluar detyrën në vitin 2020. Ja çdo lloj dyshimi përveç rrethit të kuq si armike e narkoshtetit, ajo nuk mund të prekej mandati gjerë në vitin 2028. Dhe thot, vazhdon Komisioni Venecias. Gjyqtarët kushtetues duhet të gëzojnë gjithmonë një mandat të plot 9 vjeçar, edhe nëse janë zgjedhur me një farë vonese, sepse fillon në momentin që ajo bën betimin, ose ajo bën betimin. Po këtu është gjë e paparë ndonjëherë. Gjykatësit kushtetues nuk kanë kushtetut. Berisha e lidh nxitimin e këtij gjykimi me gjyqtaren Sonila Betja, e cila ishte relatore e vendimit që pezulloi zbatimin e dekretit të presidentit Bajram Begaj për zgjedhjet e pjesëshme në Tiranë. Zero tolerancë ndaj mendimit ndryshe. Zero tolerancë ndaj pakicës, sepse e vërteta është duhet ta pranojmë. Dhe natyrisht duhet themi këtu, relatore për këtë çështje ishte Sonila Betja. Ky akt dëshmon rënien e plot të institucioneve të këtij vendi, rënien e plot të kushtetutës. Ish-kryeministri paralajmëroi se përveç sulmit ndaj gjykatës, do të ndërmarrë veprime ligjore edhe kundër presidentit Begaj. Dhe ky ushton detyrat e xhepit, shkon dhe punon në privat, duke shkel në mënyrë flagrante nenet e kushtetutës. Jo një, 2 nene, shpirt e saj. Ky i turroi me tërbim gjykatës kushtetuese, me thyrje, brutalitet, pse ato vendosën ta anullojnë Betja. Dhe ai do hipet për ndjekje penale. Ai kërkoi nga urdhri i mjekut që të hiqet licenca mjekësore presidentit, duke theksuar se Begaj punon në një rrjet klinikash private në shkelje të ligjit dhe kushtetutës.